Megjithëse protesta e radhës mbaroi, ja vlen të merremi pak me të. Përpos një organizimi më të mirë se herët e tjera, edhe kjo protestë përfundoi si gjithmonë pa rrezimin e qeverisë. Ashtu si lëshoi sinjalin e shpërtimit, Berisha me një fishkëllim dhe ndaloi përplasjen e dhunshme të militantëve me policinë, të cilët të hutuar nuk po kuptonin më ashtu si dhe ne se përse një protestë duhet lënë përgjysmë nëse populli që nga kaq i zemëruar. Lajmisht edhe skenografia në protestë mungoi portreti i Ramadurës me tuta Nike. Ajo zëvendësua me një vajzë të hishme e cila foli për varfrinë të cilën ajo jetonte dhe që po i zinte frymën. Ndërkohë në një kontroll të thjeshtë në rrjetet sociale, ajo shfaqe e veshur me shije dhe në frekuentimin e restoranteve më të shtrenjta të Tiranës. Po për kësaj hipokrizie, Sali Berisha pati një moment sinqeriteti ditën e shtunë. Ai hoqi flamët amerikanë nga protesta dhe u kujdes që ndërsa policët të goditeshin me molotov rus, zyra ku kishte qenë 24 orë më parë për vizitë Ivanka Trump të goditej me fishek zjarr kinez. Kështu për herë të parë që nga epoka e themelimit pra viti 2021, Sali Berisha shfaqi shenjën e parë serioze të reflektimit në raport me mollën e tij të ndaluar Amerikën. Të ëndën ajo shfaqi një selfie nga Strasburgu ku shpreson të rigjej në fakt të vetmet lidhje ndërkombëtare që partia e tij ka me aksin e partive popullore europiane. Kjo vetëm disa ditë pasi Christoph Kirschbaum, i dërguari i këtyre partive dhe i Bashkimit Evropian, nuk e takoi ato në Tiranë, ndërsa takoi drejtues të tjerë të Partisë Demokratike. Izolimi ndërkombëtar ndaj opozitave shqiptare në përgjithësi ka ardhur sa herë ato kanë promovuar dhunën dhe protesta të lëna me dashje të dalin jashtë kontrollit. E kanë provuar këtë socialistët, ndërsa Sali Berisha, i cili ja ka marrë dorën edhe protestave me dhunë, edhe izolimeve gjatë dekadave të gjata në opozitë, e ka provuar këtë më shumë se gjithë të tjerët. Dhe ndërkohë që ne presim selfin e radhës, ku ai të shfaqet me një eurodeputet nga Strasburgu, pyesim veten ne së bashku me shumë demokratë të gjikshëm, kur Sali Berisha e di se si përfundon pas këtyre akteve, atëherë pse i bën këto protesta? Dhe kur nuk e rrezon dot Edi Ramën as me zgjedhje dhe as me protesta, pse i futet detin në këmbë, duke rrezikuar një izolim edhe më të fortë se më parë? Si ka mundësi që në momentin më delikat që qëndet qeveria përballë drejtësisë, ai dhe falangat e tij bëjnë autogole të tillë? Dhe a janë këto autogole me dashje? Sepse spektakli i trish ndonse i shkurtër të shtunën në Tiranë është e sigurt që e ul zemratën e të pakënaqurve të logjikshëm dhe i riafron ata me të keqen më të vogël. Dhe të shtunën në darkë, e keqja më e vogël u duk sërish qartë se ishte Edi Rama. Por sot duhet flasim edhe për diçka tjetër. Presidenti i Republikës lëshoi sot një mesazh të rëndësishëm për drejtësinë. Ndonse ai pozicion, pra i kreu të shtetit, nuk ka më lidhje me hierarkinë e drejtësisë, Bayram Begaj i kujtoi tokave xeza, gjykatësve dhe prokurorëve se tashmë ka ardhur koha që qytetarët të marrin rezultate konkrete në shkëmbim të mbështetjes që i kanë dhënë drejtësisë së re. Bayram Begaj foli se për te perceptimit ka ardhur koha e llogaridhënies, se drejtësia e re nuk mund të vetë izolohet në emër të ruajtjes së pavarësisë. Presidenti Begaj foli në një moment të rëndësishëm dhe të përplasjes së pushteteve në gjykatën kushtetuese, si dhe në morinë zhurmuese të debateve për një mbështetje pa limit që është dhënë spak të gjëko, ndërkohë që në një shumicë të vogël proceset vonohen, anatemohen dhe oral vuajnë nga mungesa e profesionalizmit të tokave xeza. Begaj tha qartë, pa prekshmëria e këtij pushteti nuk vjen si privilegj, por si një drejtë që vjen radh parë për shkak të vetë rezultateve të saj. Dhe po sot në spak u dorëzua prova më e fortë e dështimit drejtësisë së re, por që njëkohësisht me gjaz do të vërtetoj dhe komandën e urdhit vrasjes së 4 protestuesve në bulevard në janarin e vitit 2011. A thua mesazhi Begaj dhe i gjithë opinionin në fakt do dëgjohet sa rradhe nga tokat e zeza. Edhe për këtë do të flasim sonte. Sikle. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Restor. Me mua sonë në program janë Ibsen Elezi, mbrëma Ibsen, Plator Nesuri, mbrëma Plator, Arben Meçe, mbrëma Meçe, dhe Orland Beko, mbrëma Beko. Ibsen, doja ta nisem me ty. Sigurisht protesta e ditës shtunë kishte një nivel tjetër organizimi, le të themi pjesëmarrje që nuk krahasohet me foltoret që zoti Berisha mban çdo javë, ka mbajtur dhe sot, ai sot s'ka qenë fare. Pjesëmarrja ka qenë thjesht modeste, kanë qenë 20, 30, 40 veta maksimumi. Por një protestë e tillë, ajo që unë nuk kuptoj, nëse një protestë e tillë, le të themi, nëse ai shpërtim i vrrullshëm, i dhunshëm, ta quajmë dhunë, se çdo protestë ka dhunën e vet, kuptohet. Protestat janë dhunshme. Si ka mundësi që fillon me një sinjal me atë flamurin që tundi zoti Berisha dhe përfundon
me thirrjen e tij nga selia e Partisë Demokratike që mbledhën nisë protesta mbaroi. Pra, normalisht një protestë ku populli është i zemëruar me qeverinë, siç thot zoti Berisha, ajo nuk ndalon me fishklim, ajo vazhdon. Si ka mundësi që zoti Berisha, ajo protestë ndërprer ashtu më njëherë, pastaj po të bërë pyetjen e dytë, si ka mundësi që ndërpret zoti Berisha? Ai duhet ta lënë që ajo të vazhdojë. Po janë 3-4 elementë që duhen sqaruar, domethënë edhe në këtë që thatë ju. E para njëherë nëse unë të ofendoj tash ty ti revoltohesh më njëherë, nuk revoltohesh nesër. E vërtet. Po, kështu që kur ndodh ajo, domethënë një ndër skandalet e mëdha, për shembull ministri vjedhja e votës që ka Damian Gjiknuri, ministri i rendit akuzohet për drejt për drejtë dhe dënohet, pavarësisht se për çau dënuar, akuzohet për kanabizimin e gjithë vendit. Po, akuza që e madhe, pavarësisht dënimi që për shpërdorin e tyre. Merremi tek fakti që ndodhi një skandal i madh dhe reagimi duhet jetë i menjëhershëm. Te perceptimi. Patjetër. Ai quhet reagim popullor. Kur fillon edhe e planifikon filan datë jep urdhra, nuk është planifikim, është protestë. Dhe protesta është çështje organizimi. Kur ti e ke në një nivel të ngushtë në Tiranë, do të thrasësh 50, 100, 200, 1000. Mund të thrasë edhe 1000. Po jo për ditë, se s'vin lodhen, mërziten. Kur ti do të organizosh një protestë kombëtare një ditë caktuar, për të arritur për të mbledh 20.000 persona, Berisha në garën që kam pasur më të ka shkruajtur 40.000, unë kam 40.000 ushtar. Edhe deklaroj përpara sa vota do marrë, 40.000 ushtar. Mund ai mbledh 10 ja për hatër të 10, 15, ja 20. Nuk nxjerr gjysmën e ushtarëve vetë. Ky është problemi. Nëse do ta analizosh atë çfarë ndodh, në ana teknike, po futemi nga ana. Teknike. Pra, e para nuk është revolt, e dyta është protestë organizuar dhe në këtë protestë organizuar këta nuk mbledhin dot. Përveç se militant vetë nuk mbledhin, për nuk ka qasje qytetare, që qytetarët ta shohin sepse qytetarët vinë aty e para kur mendojnë që po të mbështesin ty dhe ti moralisht i ndryshëm nga ai që qeverisë dhe nëpërmjet te mund sillim ndryshim. Kur qytetarët nuk besojnë, atëherë edhe numri i njerëzve mbetet i kufizuar në këtë. Kjo është në aspektin teknik. Ndërsa në qoftë pra nuk është revolt, po është protestë organizuar, si protestë organizuar ka një elementin që këta nuk arrin dot të kthejnë në eficiencë strukturat e veta. Pse? Sepse PD-ja është i shkërmoqur institucionalisht. Çdo të thotë, domethënë për telespektatorët më shumë. Në qoftë se ne këtu jemi një grup shoqënor dhe kemi rregulla, ne funksionojmë shumë mirë njëri me tjetrin. Pra ke një bashkësi rregullave për cilën jemi marrë vesh. Në qoftë se kjo bashkësi rregullave fillon e prishet, e prishtit, paktën 2 nga ne shkputen nga grupi dhe kjo ka ndodhur në PD. PD-ja nuk është çështje qarje, se thot Berisha, e dia që do qahet. Ose nuk është çështje se e qau Basha me Berishën. Basha dhe Berisha krijun atë imazhin e qarjes, ndërkohë ajo ka qenë shkërmoqur se ka funksionuar pa rregulla. Pa rregulla me thyrje të plota nga ana e Bashës, erdhi Berisha, unë kam paralajmëruar kuvendin e 11 dhjetorit që ky s'do bëj asgjë ndryshe nga Basha, se sot ja nisi me emrime. Pra çfarë do të thotë që mungesa e rregullave ka ul besueshmërinë edhe në struktura, lëre më në opinion publik edhe në popull. Tash po ta shohim në aspektin e gjetjes një logjike pse ndodh kjo. E para njëherë duke qenë në një situatë pa logjikshme në gjithë jetën politike, shoqërore dhe ekonomike, domthonë shumë gjëra ndodhin në mënyrë pa logjikshme dhe nuk jep dot shpjegim, qoftë në ekonomi, qoftë çështje sociale, po qoftë politik dhe më shumë. Gjithmonë ne mendojmë që këto ndodhin se këto janë çmendur. Jo, ka një arsye të fshehtë që ndodh, gjithmonë një mungesë logjike që ti e sheh në duhet me zbulu logjikën. Thjesht ti duhet me zbulu, jo, duhet me zbulu arsyen. Po për arsyen, logjikën e gjithë. Në rastin konkret gjithë themi Berisha tash po pse i bën këto kur ai di që nuk e rrezon Ramën. Vetëm kaq, po tash edhe kjo mund të zgjidhet. Domethënë ti e di shumë mirë se si mund të kthehet përgjigje kësaj. Edhe këtu të fus për shembull edhe çfarë ndodhi PS-s masisë 1 janarit etj, ku realisht kishte ajo protestë ishte ndoshta më afër revoltës se kur ndonjëherë. Po. Kishte edhe aty organizim, po kishte edhe revolt brenda, protesta 21 janarit. Ka kishte organizim, po kishte edhe revolt. Po si ishte më njerëzshme për Ilir Meta. Bravo, ishte direkt, si çështja 2-3 ditësh. Pra, domethënë kishte edhe revolt popullore brenda. Po gjithsesi socialistët
e vuajtën një moment izolimin, ë? Patjetër. Një moment politik që zgjati jo pak, zgjati 6 muaj, 7 muaj, ndoshta edhe 1. Derisa erdhën pushtet me koalicionin e qelësirave. Po jo, temi deri në 2012 po njerë. E njëjta gjë ndodhi edhe me grevën e famshme. Edi Rama e kuptoi që nuk mund të krijojë frymë popullore për të fituar pushtet dhe erdhi me koalicionin e qelësirave sepse ishte zgjedhje teknike ardhen pushtet. Unë mendoj që kishte, por ai bëri zgjedhje vetë, ndoshta ka arsye vetë. Po të futemi, a ti them një përgjigje kësaj, pse e bën ky këtë? Pse e bën? Sepse e di shumë mirë që e vun një izolim të lutem, nga e arsyetojmë në të kundërt, këtë për t'i dhënë kuptim. Nuk e arsye drejt për drejt i shkon gjatë arsyetimi. Nëse nuk e bën, ç'ndodh? Nëse nuk e bën, do ketë vakum. Dhe Berisha e kupton për të marrë monopolin e opozitës, kur nuk duhet të pushojë dhe të lërë vakum. Kjo është mjeshtri që është niset nga më shumë nga do maj vakum. Për të ruajtur pozicionin e opozitës. Vakumi të tretë. Dhe ai për mos lënë vakum për qenë gjithmonë aktiv për të thënë unë po e sulmoj Ramën, unë po ndërkohë ai si bën asgjë Ramës, thotë unë e trondita nga themelet. Cilat themele e tronditi Ramës ai? Ose sa ja tronditi Basha me këto, Basha i kishte më të mëdha edhe më agresive. Sa ja tronditi në herë themelet e Ramës? Aksioni politik i Bashës, me thënë vërtetën, je dakord që shumë më i fortë se ç'është. Po nuk zgjidhet kështu problemi. Problemi edhe Basha, edhe ky nuk kanë dashur ta zgjidhin. Problemi zgjidhet që ti ta kthesh një parti të besueshme në mënyrën si funksionon me veprimet e veta në çdo aspekt ti duhet të jesh model që qytetarët thonë po, ky bën diferencë morale, kur ti nuk bën dot diferencë. Basha emëron 140 deputet mrena natës, thotë gjysa më dolën kërparata. Kush do të besoj për të dhënë votën ty për tu bërë kryeminist? E vërtetë. Jo vetëm kaq, po emrimet. Unë ka ndodhur mund 2015. Do të emrojmë kështu drejtor departamenti, emron ti e ka Këshilli Kombëtar, zotëri. Kur nuk ke fare nocionet si funksionon në mënyrë faktën me rregulla, po them edhe aq demokratike se këtu dihet, po ka rregulla bazik që nuk mund të shkelen më, nuk mund të bëhet me urdhra. Dhe diferenca ajo që vujim ne sot është kjo, funksionimi me urdhra apo funksionimi me rregulla. Këto kombe kanë marrë rregullat në këmbë, qoftë edhe të pashkruar deri përmbjetës deri sot. Çfarë ishte kanuni lek duhet gjini? Rregullat pashkruara. Jo, dhe të shkruara dhe të pashkruara kanë qenë. Rregullat pashkruara në sensin që ideja po ideja kanë qenë rregullat njohura dhe të mirë pranuara dhe detyrueshme. Edhe mungesë shtetit zëvendësuan. Në një farë forme kanë zëvendësuar institucionet. Pra ka qenë një lloj institucioni edhe ai. Ndërsa këto janë armiqtë e institucioneve. Një shoqëri pa institucione nuk mund të ecë përpara. Dhe diferenca e madhe dhe gjithë betejë këtu bëhet. Or, do kthehemi ne ta respektojmë rregullin dhe mos kemi vullnet ta shkelim, se këta ne kanë vullnetet dhe mashtrojnë, edhe po ta vesh rregullin e tjetër ana shkalojnë e tjetërsojnë. Pra betejë themelore që është sot, është do vazhdojmë të jemi një autokraci ku funksionon urdhri, se po funksionoi urdhri, pastaj funksionon vjedhja e votës, funksionon korrupsioni, funksionon këto pastrimi i parave, e funksionon gjithë ato mekanizmat, sepse autokracia prodhon korrupsionin më të madh dhe prodhon sistemi autokratik. Pra Sali Berisha me këtë çfarë bën në mënyrë të vazhdueshme, siç e bënte Basha, janë pajtueshmëri të plot me faktin që ne zvijmë pushtet, por ne do jemi ato që do jemi faktor. Patjetër, do jemi faktor të këtij vendi për mua. Beko, se më thanë që ti je takuar edhe me zotin Krishbaum gjatë kësaj fundjavë, çka tregon që nuk është se s'ka kontakte, themi faktorë ndërkombëtar edhe me element themi kritik të qeverisë apo themi me një pozicion opozitar. Po ishte paradoksale sot, ndërkohë që Rama fliste para Knesetit Izraelit që duhet të thënë, nuk është jo çdo njeri flet në Knesetin e Izraelit. I fundit, rastësisht, paradoksalisht, ironikisht, ka qenë presidenti Trump. Nuk po e them, unë them që është rastësi, por nuk është rastësi që flet kryeministri i Shqipërisë në Knesetin dhe lëshon një mesazh që është mesazh shumë fort, pajtimi midis Palestinës e Izraelit, foli për Turqinë, pra flasim për një temi duke e hequr Ramën, temi pallton kombëtare lokale këtu, sigurisht kur ti e shikon ashtu, shikon që ka vlerësimin e një lideri të vlerësuar në rang ndërkombëtar. Dhe ndërkohë, ke zotin Berisha me një selfie bosh tek salla e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Sa e themi, kjo të shqetëson, kjo të trishton, jo të shqetëson, të trishton.